Territori i Kosovës për datën 2 maj 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave, ndërsa në disa zona lindore mund të ketë rreshje të lehta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatare rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:22 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:43 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 6 deri në 13 gradë Celsius, Podujev 5 deri në 12 gradë Celsius, Skënderaj 6 deri në 14 gradë Celsius, Pej 4 deri në 12 gradë Celsius, Prishtinë 5 deri në 12 gradë Celsius, Gjakov 5 deri në 15 gradë Celsius, Malishev 7 deri në 14 gradë Celsius, Gjilan 4 deri në 12 gradë Celsius, Ferizaj 5 deri në 12 gradë Celsius, Kaçanik 4 deri në 11 gradë Celsius, Suharek 7 deri në 15 gradë Celsius, Prizren 5 deri në 13 gradë Celsius,